Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus dhe ashtu sikur unë e prezantova edhe pak më parë, në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për sot Xhimi Baraku. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku Xhimi. Përshëndetje Kela, më pëlqen sa formale je. Pashi po buzëqeshje lehtë, po kësaj radhe jam i ftuar, kështu që për mua është pak e çuditshme. Edhe për mua, unë e thash edhe pak më parë, ne kemi qenë thuajse në çdo mbyllje të sezoneve. Po, së bashku, po. Sezone shumë të rëndësishme, Pashka, Krishtlindja, por edhe sezoni verës, kemi qenë bashkë duke drejtuar programin Muzik Plus. Po, gjithashtu më duket e çuditshme sepse radioja është familja ime. Radioja është gjithçka që jam dhe më ka formuar në shumë nivele dhe është pjesë e identitetit tim dhe ti je familja ime. Të falenderoj, është e vërtetë edhe për mua. Kemi shumë vite që njihemi dhe më duket pak e çuditshme që ti më bën pyetje, unë përgjigjem, sepse mi mësuar ta organizojmë në një tjetër mënyrë, po që edhe kësaj radhe do kemi bashkë bisedim. Por ti je i bindur që edhe për këto pyetje që un kam përgatitur, i kam përgatitur me shumë kujdes sepse edhe unë doja të dija më tepër rreth tyre, sepse ne ndajmë përditshmërinë her pas here, sidomos në këtë periudhë ku shkolla ka përfunduar dhe ti je më i lirë, ndajmë shumë gjëra, por ndonjëherë nuk ndalemi tek këto pjesë të cilat janë pse jo shumë të rëndësishme, por edhe njëkohësisht besoj do të jenë inkurajuese për gjithë të rinj që janë duke na ndjekur, për gjithë ata që e gjejnë veten në të njëjtën pozicion, në të njëjtën situatë sikurse ti. Unë jam i lumtur faktikisht që ne në radio kemi krijuar një platformë, jo vetëm për ne që të flasim, por gjithashtu edhe për të ftuarit e tjerë që vinë, për të gjithë njerëzit që kanë diçka për të thënë. Dhe jam i lumtur që kemi mundësinë të përfaqësojmë edhe rinin. Ata që po kalojnë ndryshime në jetën e tyre, ata që po kalojnë në faza të rëndësishme, pse jo mos dëgjojnë nga një moshatar i tyre? Nuk jam as më i miri prej tyre, as më me eksperiencë, as më me përvojë, por siç mund të ndaj unë, mund të ndaj edhe dikush tjetër, dhe eksperiencat dhe përvojat jetësore të të tjerëve sigurisht që na ndihmojnë dhe janë gjë e mirë për të dëgjuar. Janë momente të cilat na inkurajojnë, na japin më tepër zemër për të ecur përpara, pse jo për të hedhur hapa shumë të rëndësishëm në jetë. Jeni shumë të rinj sapo fillon një etapë shumë e rëndësishme në jetën tuaj, sikurse për ty, por edhe për shumë bashkëmoshatarët e tu, të cilët janë duke na ndjekur, ke përfunduar kështu një kapitull gjithashtu shumë të rëndësishëm të jetës, sikurse janë vitet e gjimnazit. Prandaj, si do ta përshkruaje këtë periudhë dhe çfarë ka ndryshuar tek ty? Ka qenë një periudhë e ndryshimeve shumë të mëdha. Po një periudhë shumë e bukur gjithashtu, një periudhë e miqësive të reja, një periudhë e rikrijimit të miqësive, mbase me njerëz që i kam njohur më përpara, por në gjimnaz i njeh në një formë tjetër. Një periudhë mbase mund të them e maturimit, e pjekurisë, por gjithashtu një periudhë kur ke mundësinë të shijosh akoma atë fëmijërinë që të ka mbetur. Ose për të shijuar atë fëmijën që ende ka mundësinë që të jetojë në shtëpinë e vet, që t'ja bëjnë gjërat gati, që pavarësisht se po kalon në një fazë tjetër të jetës, ende jeton në shtëpinë e fëmijërisë. Sepse në fund të fundit për prindrit apo gjyshrit mbetesh ai fëmia i vogël që duan të tregojnë atë kujdesin e shtuar, sidomos në këtë fazë të jetës në cilën ti je. Patjetër, kujdesin e tregojnë në çdo fazë, besoj. Por që tani gjatë gjimnazit ka qenë një periudhë që kam qenë shumë afër me ta, si gjatë pjesës tjetër të jetës time, ndërsa tani po kaloj në një fazë që do largohem. Dhe sido që të jetë nuk mund të jetë e njëjta ndjesi, nuk ka si të jetë, sepse do bëhem i pavarur, do kujdesem vetë për gjërat e mia dhe largimi bën gjën e vet, së ndryshon. Çfarë të tremb më tepër nga të gjitha këto? Si? Çfarë të tremb apo të frikson më shumë nga të gjitha këto? Po të gjitha pak a shumë. Po diçka është distanca. Diçka që ti vërtet e ke kështu si më me merak. Distanca sepse unë po shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një vend që unë në hartë po e shikoja dhe po kaloja nga Korça, po kaloja në Kaliforni dhe më duhet 2 minuta thjesht ta të riqe atë hartën në telefon. Është pak e frikshme distanca, me thënë drejtën, të kalosh me ata në oqeanit, me ata në anën tjetër të botës. Është një kulturë tjetër, nuk e di çfarë më pret, është jeta studentore.
Po janë ato shqetësimet sigurisht edhe për pjesën ekonomike, sepse ne jemi shqiptar dhe ne nuk parafrohemi dot me Amerikën në këtë aspekt. Janë shumë shqetësime, me thënë të drejtën, por gjithashtu kam edhe atë emocionin për të zbuluar çfarë më pret. Dhe kam dje nevojën për të marrë këtë hap në jetën time, për të lëvizur prej shtëpisë. Është shumë e vështirë, por është një gjë që është e nevojshme për njeriu që në një moment është e domosdoshme që në një moment jetës të largohet nga foleja. Dhe unë këtë do bëj, do largohem nga foleja ime, do kthehem prapë në fole. S'ke ku vete. S'kam ku shkoj dhe nuk dua që të shkoj në asnjë vend tjetër sepse këtu është shtëpia dhe familja ime, por që kam mundësinë që të krijoj një jetë të pavarur, një jetë time dhe të shikoj veten time si doja dal me forcat e mia. Kështu që është shumë emocionuese, patjetër që frika ekziston dhe është normale. Janë të gjitha ndjesitë, të gjitha emocionet të cilat përzihen me njëra tjetrën edhe teksa ti po flisnje. Unë nuk jam larguar shumë në kohën tënde, por gjithsesi për mua ishte shumë në atë periudhë, sepse po ndaj dhe diçka nga vetja në këto momente, por e kuptoj shumë mirë këtë ndjesi. Jam larguar nga Korça drejt Tiranës edhe në kudo ku je, në momentin që largohesh nga shtëpia nuk je aty edhe ke nevojë për të përballur me shumë gjëra që ndoshta nëse nuk do të largohesh nuk do t'i provoje dhe unë personalisht do ta sugjeroja për çdo të ri të provonte një lloj eksperience të tillë në jetën e vet, për të bërë më i pavarur, për të përballur vetë me të gjitha sfidat, momentet e vështira, por edhe ato momentet e bukura për të krijuar emocione edhe kujtime të reja, të cilat mund t'i realizosh sidomos në moshën në cilën ti je edhe në këtë periudhë. Janë eksperienca që duhen realizuar. Patjetër dhe është një eksperiencë që t'i jep një tjetër kulturë, mendoj. Mendoj që të ndryshon plotësisht eksperienca e universitetit dhe jeta studentore. Sigurisht që gjimnazi ka meritën e vet dhe ka një pjesë shumë të rëndësishme në jetë, po mendoj unë, nuk e kam përjetuar akoma, siç të ndryshon jeta studentore nuk të ndryshon asgjë tjetër. Edhe le të mbetemi edhe pak më tepër tek gjimnazi. Gjatë viteve të gjimnazit kanë qenë patjetër moment këto 3 vite për ty e di kanë qenë punë, sakrificë, kanë qenë edhe momente të bukura, sidomos edhe përfundimi, matura dhe gjithçka tjetër, por cila ka qenë sfida më e madhe që ke përjetuar dhe çfarë të ka mësuar ajo? Po, sfida më e madhe nuk ka qenë domosdoshmërisht në brenda mureve të shkollës, por ka qenë më shumë sfidat që më ka sjell jeta. Në pjesën e familjes, në pjesën e ndryshimeve që vinë natyrshëm në këtë moshë dhe disa janë ndryshime që janë të përbashkëta, i kam unë dhe i kanë moshatarët e mi, disa janë gjëra që janë gjëra specifike që ti jep jeta vetëm ty, po që duhet ti përballësh dhe më ka mësuar që jo çdo gjë do shkoj vaj, siç themi ne, jo çdo gjë do jetë push me lule, jo çdo gjë do bëhet siç dua unë ose sipas dëshirës time. Por që kjo është normale dhe kjo është pjesë e jetës. Jo për herë do pranohesh, ndonjëherë do refuzohesh, do kesh momente shumë të bukura, do kesh momente jo dhe aq të mira, po që në fund të ditës këto janë situata dhe ngjarje që i sjell jeta për të ndryshuar dhe për të formuar. Dhe unë mund të them që mbi të gjitha gjimnazi më ka dhënë një formim. Dhe kur shikoj veten time para dhe pas, shikoj një ndryshim shumë të madh. Jo vetëm për shkak të gjimnazit ose për shkak të shkollës në nivelin akademik, po për shkak të ndryshimeve të cilat ajo sjell, për shkak të edhe fazës në të cilën ti kalon, një fazë që ende adoleshent, një fazë që ende në shpinën tënde, por që ti po shikon përpara, të bësh gati për një jetë që të kërkon të pavarur, që të kërkon të aftë, që të kërkon të shkathët dhe që të kërkon të fortë për të përballuar dallgët e jetës dhe gjithashtu të kërkon të ndërgjegjshëm dhe të vëmendshëm në çdo moment për të shijuar edhe momentet e bukura. Kështu që do të them mbi të gjitha ka qenë një periudhë, siç e thash edhe më përpara, jap meritat e saj si një periudhë shumë e bukur në jetën time, e cila tani ka përfunduar dhe më ka dhënë një përgatitje dhe një lloj formimi për të përballuar jetën më vonë. Ka qenë patjetër një periudhë shumë e rëndësishme dhe nuk mund të gjej një fjalë për ta përcaktuar ose për t'i vënë pikën vetëm me një fjalë. Ka qenë shumë gjëra, ka qenë kaos, ka qenë një zhurmë e bukur, ka qenë një mori elementësh që janë bashkuar së bashku dhe kanë krijuar këtë periudhë
kaq kaotike, po njëkohësisht kaq të bukur dhe kaq formuese të jetës. Jam e sigurt. Emocionet forta, qofshin ato pozitive, por edhe negative. Patjetër. Ndjesi edhe momente që ndoshta mund të ndryshojnë nga njëri tek tjetri, por që jam e sigurt që secili prej nesh mund të përballet me këto ndjesi, me këto emocione, hera herës negative, herë shumë të forta në aspektin pozitiv. Është e vërtet, kjo që the ke lan faqe të ndërpres që të gjithë e përjetojnë ndryshe. Dhe po, ama të gjithë pësojnë një ndryshim, sadopak, më kupton, nuk del asnjë person nuk del njësoj siç ishte përpara. Sepse të gjitha këto momente, situata ndikojnë atë që ne jemi në atë që karakteri ynë është duke u ndërtuar. Unë jam munduar që gjatë kësaj periudhe të mos u mbas në asnjë tavolinë, të shijoj momentet e bukura atje ku mundem, të bëjm pjesë e shoqërisë në të gjitha aspektet e saj dhe ta shijoj këtë periudhë sepse është aq unike dhe miqt që kam tani, shpresoj që t'i kem dhe në të ardhmen të tillë, po miqt që kam tani kam pa interes. Janë shok që janë dhe miq që janë të sinqertë, dhe besoj që do t'i kesh. Kam besim që i kam si familjen time. Dhe jam munduar që me këta njerëz me të cilët kam shumë besim, të kaloj momente të bukura dhe të i shfrytëzoj të gjitha mundësitë që kam. Por tani këtë nuk mund ta them për të gjithë njerëzit. Varet nga personi dhe çdo person ka përvojën e tij. Patjetër. Por që unë edhe nëse ka fëmijë në moshën e shkollës në vjeçare akoma, unë sugjeroj që kur je në gjimnaz, mundohu që ta shijosh në plotësinë e vet, sepse kalon shumë shpejt. Ndoshta jo me gjithë do të kesh mundësi për shkak të situatës, për shkak të jetës, për të qëndruar kështu bashk, por jam e sigurt që ata miq që mund të numërojnë thjesht me njërën dorë. Me gishtat e njërës dorë, ti edhe kur të ritakohesh, edhe kur të riflasësh, ndoshta edhe pas një shkëputje për një periudhë të caktuar kohe, do të duket sikur ata kanë qenë aty gjithmonë, gjërat nuk kanë ndryshuar. Për mua personalisht ka mbetur e tillë mund të them për 2, jo më shumë. Mikesha që unë kam pasur nga vitet e gjimnazit. Jo, edhe unë i kam por që patjetër jeta do të sjellë miq të rinj, shoqëri të reja, njohje të reja, të cilat po ashtu dhe ato do të jenë shumë të rëndësishme në atë që ti do të bësh, në atë që ti do të jesh në të ardhmen. Xhimi, do të mbetemi tek një tjetër pjesë shumë e rëndësishme, identiteti yt në Krishtin. Çfarë vendi ka pasur besimi tek Zoti në këtë rrugtim? A ka pasur momente kur ai të ka dhënë forcë ose të ka drejtuar përmes sfidave, përmes vështirësive? Patjetër që kur unë kaloj një përvojë jetësore ose kur unë kaloj një periudhë të jetës time, e kaloj gjithashtu dhe në lenten e identitetit tim, siç e the ti, identitetit tim në Krishtin, por am jep forcë, patjetër. Ndonjëherë duket shumë larg, pasi Perëndia është shpeshherë një qenie, mund të themi, që ti nuk e shikon qartë ose që mund të duket shumë larg, për shkak se ndonjëherë ne e limitojmë edhe në kornizën tonë të menduarit ose ne shikojmë një realitet fizik ku Perëndia nuk është qartësisht i dukshëm në një formë fizike, por ka mësuar që të ndjej prezencën e tij. Dhe mendoj që periudhat më të mira, në thonjza, për të mësuar të ndjesh prezencën e Perëndis janë periudhat e sfidave. Dhe mund të them që më ka dhënë forcë, nuk është thjesht një mekanizëm mbrojtës i njeriut, kjo gjë nuk është thjesht një mendim apo një efekt psikologjik, por mendoj që është një prezencë e jashtme që mund ta quajmë Perëndi, patjetër, mund ta quajmë Jezus Krisht, që ndikon në jetën tënde dhe në zemrën tënde së jashtmi dhe së brendshmi, për të ndihmuar që të përballosh situatat e vështira. Kështu që patjetër e kam ndier prezencën, ndonjëherë ka qenë e vështirë. Kam patur shumë periudha që nuk jam lutur fare. Kam patur periudha që jam kthyer, kam patur periudha që jam larguar, mendoj që është natyrale që si njeri ti ta kesh këtë rrugëtimin, që ndonjëherë largohesh, ndonjëherë afrohesh, është të qenit human që i shkakton këto gjëra. Por mund të them që nuk e imagjinoj dot jetën deri tani ta kisha jetuar pa praninë e Perëndis. Sepse shikoj shumë situata, shikoj shumë momente ku ka qenë një faktor thelbësor në mënyrën se si unë kam vepruar, si kam përjetuar gjërat, vendimet që kam marrë, mënyrën se jam sjell dhe jam qasur me të tjerët,
Kështu që patjetër identiteti im në Krishtin është i vetmi identitet që ka rëndësi. Ai identiteti tjetër ndonjëherë shfaqet në sipërfaqe dhe kam nevojë që ta përmirësoj, por që më ndihmon ky identiteti tjetër. Kështu që Kela, mbase është pak e vështirë për ta shprehur qartësisht, sepse këto janë ndjesi që nuk janë shumë të qarta dhe janë që vetëm mund t'i përjetosh. Që vetëm mund t'i përjetosh dhe nuk mund t'i shpjegosh dot qartësisht sepse janë përvoja shumë shpirtërore, shumë të thella, shumë intime me Perëndin dhe base mund të tregohen me vepra. Mund ti e shikon në jetën tënde, e shikon në si ndryshon në zemrën tënde, e shikon si ndihesh dhe më pas e reflekton dhe me të tjerët. Dhe unë mendoj që ndonjëherë jam zgënjur me veten time sepse njerëzit nuk e kanë parë qartësisht që unë besoj, ose nuk e kam reflektuar ndonjëherë plotësisht besimin tim, pavarësisht se unë e dua Perëndin dhe besoj, por jo çdo herë kam reflektuar në këtë mënyrë. Jo çdo herë jam sjell mirë me këdo. Jo për herë kam dashur fëmijën tim, ose jo për herë kam treguar mirësi dhe dashuri ndaj atyre që më kanë bërë keq, ose që nuk më kanë bërë mirë. Por është një rrugëtim. Edhe mundohem përditë që të punoj me këtë gjë dhe e pranoj që unë ndonjëherë shikoj më shumë vlera në miqtë e mi që jo domosdoshmërisht janë besimtar, dhe nuk paragjykoj asnjëri për këtë pjesë sepse nuk është pozita ime për të paragjykuar. Ndonjëherë shikoj më shumë vlera tek ata sesa tek unë. Dhe mundohem ndonjëherë që të mësoj edhe nga miqt dhe jam me fat që miqt i kam më të mirë se vetja ime sepse më jep një mundësi që të mësoj dhe të jem prerë në një proces që unë shikoj këtë vlerë tek ky person dhe jam gati që ta marr edhe unë ta kopjoj në këtë gjë. Je shumë vigjilent në këtë aspekt dhe e vlerësoj dhe është për të përgëzuar në fakt që një i ri në moshën tënde të mendoj kështu edhe ti shoh këto situata, reagime në këtë formë, sepse patjetër kjo na bën të jemi më të përulur, të jemi shumë mirënjohës edhe të mësojmë pse jo, edhe nga të tjerët, edhe të dimë se si ta shfaqim besimin ton, jo vetëm me fjalë, por shumë e rëndësishme përmes veprave. Po, edhe një gjë tjetër që kam mësuar është pavarësisht veprave që bëjmë, sepse ne të gjithë jemi mëkatar, dhe nuk është e pamundur për ne që në çdo moment të shfaqim besimin ton, ose në çdo moment të sillemi si të krishterë. Unë mendoj ajo që ka rëndësi më shumë është qëllimi me të cilin ti bën gjëra dhe zemra që qëndron mbrapa veprimeve. Donjëherë bëjmë gjëra që nuk reflektojnë mënyrën se si vërtet ndihemi ose atë që zemra jon përmban, por më e rëndësishme dhe mendoj që është dhe gjëja që Perëndia shikon është shpirti. Është mendja, është janë mendimet që ti ke, janë ndjenjat që ti ke, janë qëllimet që ka zemra jote. Ndonjëherë nuk i reflekton dot me anë të veprimeve, por ajo pjesë ekziston, pavarësisht se çfarë ti bën, ajo pjesë është. Më pëlqen një frazë ku patjetër edhe në Bibël e gjejmë, Perëndia njeh të gjitha mendimet tona edhe është edhe në ato skutat më të errta që ndoshta ne ndonjëherë as vetes nuk ja themi, por ai e njeh, e di gjithë që njën ton, gjitha ndjesitë, gjitha emocionet, përjetimet dhe gjithçka tjetër. Na njeh më së miri, prandaj është shumë e rëndësishme kjo që ti sapo përmende. Po. Qëndrimi i zemrës edhe qëllimi që ne kemi, qoftë mbas një veprimi, qoftë edhe për mënyrën se si flasim, për mënyrën se si qasemi kundrejt të tjerëve. Dhe ndonjëherë mund të kujtojmë fjalët e Palit që thotë, edhe nëse do jepja të gjitha pasuritë e mia dhe nëse do jepja gjithçka që kam tek të varfrit dhe ata në nevojë, por nuk e bëj me dashuri, nuk është asgjë. Kështu që ne mund të shikojmë jo vetëm veprimet jo të mira në këtë lente, po mund të shikojmë gjithashtu dhe ato veprime që duken si bujare, ose ato bamirësitë që bëjmë, ose ato ndihmat që japim. Nëse nuk bën vërtet me zemër, por bën për çfarëdo lloj qëllimi tjetër, nëse nuk bën vërtet me dashuri, as ato nuk kanë vlerë. Pavarësisht se janë të mira, pavarësisht se mund të kenë një ndikim pozitiv në jetën e dikujt tjetër ose në komunitet apo në familje, ku di unë. Nëse nuk bën me zemër dhe nëse nuk bën me dashuri, as ato nuk kanë vlerë, njësoj siç nuk kanë vlerë dhe ato të tjerat. Kështu që unë do thoja mbi veprimet dhe mbi sjelljet e jashtme, me të cilat ndonjëherë nuk jam i kënaqur me veten time, unë përpiqem që të shikoj dhe të shqyrtoj zemrën. Dhe nëse jam në rregull dhe jam okay atje, atëherë nuk shikoj shumë arsye për të shqetësuar, sepse ajo është gjë që mbi të gjitha ka vlerë dhe
në një moment apo në një tjetër, nëse një person ka një zemër me qëllime të mira dhe me ka një zemër të mirë në përgjithësi, do e reflektoj dhe me veprimet e tij. Kështu që unë në këtë gjë jam duke punuar dhe kam reflektuar. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën me Jimin sot, por në këtë moment unë ju ftoj të ndiqni këngën Më shumë dashuri nga Kisha Ngjyllore Libonik Maliq. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time, do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus në ditën e sotme në këtë puntat të fundit të këtij sezoni. Unë jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë edhe dua ta cilësoj shumë të sinqert me Jimin, i cili është duke ndarë më tepër nga vetja, nga momentet e ndryshme të rrugtimit të tij, ndoshta shumë i ri patjetër, por që përgjatë viteve të gjimnazit, vite shumë të rëndësishme, është përballur edhe me sfida dhe me vështirësi dhe me momente plot të bukura dhe emocionuese, të cilat jam e sigurt Jimmy do të shoqërojnë gjatë thuajse gjatë gjithë jetës, të gjitha këto momente të bukura, kohë e kaluar me shoqërinë.
Por folëm edhe për atë që shumë e rëndësishme, identiteti yt në Krishtin. Prandaj në një kohë kur të rinjt përballen patjetër me shumë ndikime, sa sfiduese është jetosh sipas vlerave të krishterë. Tani, unë së pari dua të qartësoj një koncept ose një gjë të cilën e kam menduar shumë. Së pari, unë nuk do i klasifikoja vlerat domosdoshmërisht të krishtera. Vlerat janë vlera dhe unë besoj që të gjithë njerëzit kanë një kompas moral që është i njëjti për të gjithë. Pra, ne të gjithë kemi aftësinë për të dalluar çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Pastaj çfarë bëjmë ose çfarë vendimi marrim është tjetër gjë. Por që të gjithë kemi aftësinë për të dalluar çfarë është vlerë dhe çfarë nuk është. Po atje ku dallon një person që përpiqet që të ndjekë Krishtin është në këtë pjesë që ne të gjithë kemi edhe instiktin gjithashtu. Pra kur dikush na bën mirë, do i bëjmë mirë. Kur dikush na bën keq, kemi instiktin ton njerëzor që ti hidhemi edhe ne. Të reagojmë keq. Ose instikti jonë është që na bëhet diçka ose na ndodh x gjë dhe të mundohemi ta replikojmë dhe ta bëjmë në të njëjtën mënyrë që të barazohemi. Pra ky është reciprociteti. Ndërsa Krishti thotë diçka që është jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe ndonjëherë shumë e çuditshme edhe shumë e vështirë për t'u gëlltitur. Krishti thotë kthe faqen. Ose lutu për atë që të uren, ose duaj armiqt tuaj. Duaj fqinjin por si vetveten. Këto janë gjëra që janë jashtë natyre. Këto janë gjëra që janë jashtë instiktit primar që ne kemi, ose këto janë gjëra jashtë mënyrës se si jemi mësuar të sillemi. Dhe kam dëgjuar shumë njerëz që të thonë është kaq e thjeshtë je i krishter, është gjëja më e vështirë në botë, mendoj. Kur një person të uren dhe kur një person nuk të do, ose kur një person bën çdo gjë që të të bëj keq, që ti të mundohesh që të lutesh për atë person, ose ti të mundohesh që të tregosh dashurinë ndaj atij personi, ose që të vesh të tjerët në të njëjtën vend siç vë veten tënde. Dhe por kjo ka dhe një gjë të mirë që nëse kjo promovon gjithashtu dashurinë për veten, nëse nuk ke dashuri për veten tënde, nuk mund të duash as të tjerët. Por gjej këto vështirësi në të qenit të krishterit që mbase kur flet ose kur i thua nuk mund të duken aq të vështira, por që kur mundohesh të i vësh në praktik në jetën tënde ose ti zbatosh në realitet, janë gjëra më e vështirë që mund të bësh. Prandaj unë mundohem që atje ku mundem të tregoj këto vlerat që Krishti ka përcaktuar dhe që bëjnë një ndryshim nga çdo besim tjetër, nga çdo traditë tjetër, nga çdo mënyrë e të sjellurit me të cilin jemi mësuar. Krishti ndryshon rrënjësisht gjithçka. Dhe prandaj mendoj unë që dallon një i krishter, jo për shkak të vlerave, po për shkak të një rregulli që është rregulli i dashurisë që Krishti ka promovuar ose që Krishti ka vendosur. Dhe kjo vërtet të dallon nga të tjerët, por është gjithashtu shumë e vështirë për tu zbatuar. Dhe ndonjëherë gjejmë edhe, prandaj thashë nuk pëlqej që ti përcaktoj vlerat si të krishtera, sepse mund t'i gjejmë shumë lehtë më shumë në një person që mbase nuk shkon aq në kish ose që nuk është kaq i investuar në këtë pjesë, por që ti e shikon që është plot me virtyte dhe është plot me dashuri dhe është plot me dritë, pavarësisht se mund të mos i zbatoj të gjitha ritualet apo traditat apo mund të mos jetë standardi një të krishteri, por që ti shikon zemrën, po. Dhe unë them që lufta më e madhe nuk është me të tjerët, pra nuk është e vështirë të jesh një krishter për shkak të tjerëve, është për shkak të vetes tënde. Dhe nuk e shikoj vështirësinë as pak tek rrethanat e mia, apo tek miqtë e mi, apo tek njerëzit me të cilët shoqërohem, e shikoj më shumë tek vetja ime. Dhe është normale sepse po ti je njeri, do i kesh shumë të vështira këto që thot Krishti. Janë jashtë natyrës tonë. Por që unë do them atë që thash më përpara, është një rrugëtim, është një përvojë, është një ndryshim që ndodh hap pas hapi, ndodh shumë ngadalë. Një rritje shpirtërore që është shumë e ngadalt, është shumë graduale, që kërkon kohën e saj, që është një proces. Kështu që nuk do thoja absolutisht që unë kur një person më shikon mua unë ndriçoj me vlerat e krishtera. Absolutisht jo.
Ndonjëri tregoj, ndonjëri mundohem që të luftoj me veten time, ndonjëri kam më të lehtë, ndonjëri kam më të vështirë, por që mundohem të tregoj ata aspektet e qenit të krishter, që është thelbi, pra dashuria. Në qoftë se ti tregon dashurinë, ke bërë gjën më të krishter të mundshme, sipas mendimit tim. Edhe më vjen mirë që solle këtë aspekt që ndoshta ne si natyrë njerëzore përpiqemi patjetër të fajsojmë të tjerat. Ti drejtojmë gishtin dikujt që na bëri keq dhe ne duhet të reagojmë, por shumë e rëndësishme është të punojmë me veten në të gjitha aspektet, me gjithçka që përballemi në jetën tonë të përditshme, në marrëdhënie të ndryshme, në familje, në shoqëri, në punë, në shkollë dhe kudo tjetër. Prandaj, ndoshta ky mund të jetë një mesazh shumë i rëndësishëm për gjithë, por kryesisht për të rinjt, për të punuar së pari me veten, për të kaluar kohë me veten, por edhe për të reflektuar mbi fjalën e Perëndis në ato kohën e tyre personale, sepse kështu do të mund të inkurajohen, do të mësojnë më tepër, do të zbulojnë më tepër mbi fjalën e Perëndis, por edhe mbi atë që ata janë në Krishtin. Dhe më fal, Kira, nëse mund të përmend diçka tjetër, unë jam person që jam shumë i apasionuar pas debatit. Pra, në momente që kam patur një debat në shkollë ose jo për keq, për të dhënë atë mendimin, këndvështrimin, opinionin tënd. Për të dhënë argumente për të diskutuar, por që sigurisht që të gjithë kanë pëlqen që të fitojnë në fund të debatit, ose të gjithë duan që të kenë të drejtë. Ideja e tyre të jetë më e mira. Po, dhe shpeshherë kam debatuar dhe për pjesën e besimit. Me njerëz që mund të jenë të një besimi tjetër, ose me njerëz që mund të mos bien plotësisht dakord me mua, dhe kam kuptuar që nëse ti dëshiron që të bësh të kesh një ndikim në jetën e dikujt, ose ti ndryshosh mendjen për diçka, ose ti tregosh një gjë që ti e beson që është e drejtë, nuk mendoj që debati është mënyra më e mirë, po mendoj që pse mos bësh miku i atij personi, pse mos tregosh dashuri ndaj atij personi, dhe më pas ai do jetë i hapur të dëgjojë. Nëse ti kërkon prerje me kryenetësi që të kesh të drejtë në gjithçka dhe debaton jo për shkak se do të mirën atij personi, jo për shkak se do të ndryshosh mendjen për diçka që ti mendon se është e drejtë, po për shkak se do të fitosh një debat, ose për shkak se do të dukesh si i drejtë. Është qëllimi i zemrës, me çfarë qëllimi motivi. Atëherë me çfarë qëllimi po e bë, mund të jetë një gjë e mirë që ti mbron besimin tënd, ti mbron idetë tua, mbron atë moralin ose kodin moral në të cilin ti beson, shumë e mirë kjo gjë, por si po e bën këtë gjë? Apo e bën në një mënyrë që ti tregon qartësisht që ti po e bën thjesht sepse i do të mirën atij personi, nuk po e bën për arsye vetjake, apo po e bën për të treguar diçka për veten tënde, për të treguar që unë këtu kam të drejtë, që unë e kam menduar këtë gjë më mirë se ti, ose që nuk ke argumente këtu. Kështu që kam punuar dhe në këtë gjë me veten time, që debati është i mirë, po kur është konstruktiv, kur sjell rezultate, kur sjell një gjë të mirë. Nëse është thjesht për të vërtetuar diçka për veten tënde, atëherë nuk ka asnjë rëndësi. Edhe kjo vlen, jam e sigurt, për të gjitha ato diskutime, debatet e ndryshme që ne kemi në jetën tonë të përditshme, në marrëdhënie të ndryshme. Xhimi, kur je përballë vendimeve të rëndësishme, si e kërkon drejtimin e Zotit? Edhe nuk e di, ka një varg nga Bibla që vërtet inkurajon. Ti do të thuash se unë tashmë sapo kam mbushur 18 dhe ndoshta edhe dëgjuesit thonë, "Ua, çfarë vendime të rëndësishme ka marrë Xhimi apo bashkëmoshatarët e Xhimit deri më tani." Dakor, jeta është shumë e gjatë, e vështirë, me sfida, në momente të ndryshme na duhet marrim vendime shumë të vështira, por për atë që ju jeni në këtë moshë, edhe në këtë fazë të jetës tuaj, patjetër, edhe shkolla dhe studimet janë vendime shumë të rëndësishme, por nuk e di, ka pasur diçka tjetër për ty? Po, së pari për mua ka qenë një vështirësi të kuptoj si të dëgjoj qartësisht vullnetin e Perëndis, ose si të kuptoj rrugën ose shtegun që ai ka hapur për mua, ose çfarë vendimi do ai që të marr. Dhe shpeshherë ose përgjigja që un kam gjetur ndaj kësaj pyetje është që Perëndia ka krijuar një mekanizëm të cilin e përmenda dhe më përpara, të mirës dhe të së keqes, që është një mekanizëm që është integruar në identitetin e njeriut. Pra të gjithë e kemi këtë mekanizëm të dallojmë çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Dhe shpeshherë ti thjesht i referohesh kësaj. Pra un jam përpara një vendimi, sigurisht që
tani siç e the dhe ti, unë nuk është se kam patur ndonjë vendim jashtëzakonisht shumë me peshë apo jam përballur me vështirësi kaq të mëdha. Po gjithsesi po ta mendojmë thellë të zgjedhësh universitetin po, patjetër që është gjë shumë e rëndësishme. Profesionin në këtë moshë është vendim shumë i rëndësishëm. Patjetër, dhe mendoj që edhe për vendime ose për situata që të has jeta, të cilat duhet të reagosh në moment, ti mund të zgjidhësh të dëgjosh atë mekanizmin që ka krijuar Perëndia tek çdo person. Që unë e di që kjo gjë është e mirë dhe e di që kjo gjë është e gabuar. Unë e di që kjo gjë është e drejtë, pavarësisht se mund të ketë kosto ose pasoja, dhe e di që kjo gjë nuk është e drejtë, pavarësisht se mund të duke më mirë ose pavarësisht se nuk dëmtoj krenarin time apo një faktor të tjerë. Kështu që un kam mësuar ose po mësoj që të dëgjoj këtë pjesë, që është një pjesë që është e brendshme, por gjithashtu fjala e Perëndisë është shumë e qartë dhe mund të them që është një manual për të jetuar jetën. Dhe është manuali më i mirë për këtë pjesë. Nëse zgjedh që unë ndonjëherë bëj diçka base mund të mos e kuptojnë të gjithë, por kur kam një pyetje ose kur kam një vendim të rëndësishëm për të marrë, thjesht marr Biblën edhe hape ku të duash, do e gjesh diçka. Thjesht shfleto dhe ndalo në një vend të rastësishëm. Unë e bëj shpesh këtë gjë, do e gjesh diçka. Në çdo faqe të saj do e gjesh diçka që do të shërbejë ose diçka që do të udhëzoj, kudo. Dhe nëse do i referohesh a një vendi specifik, është prerë tek psalmet dhe gjej shumë urtësi atje. Mendoj që kur shikon persona ose njerëz si Davidi, të cilët kaluan për vete shumë vështirësi, tundime, bën gjëra që nuk duken gjërat e një besimtari. Kupton, të marrësh gruan e një personi tjetër, ta vrasësh më vonë, ose të bësh gjëra që duken jashtëzakonisht larg besimit, por më pas të shikon zemrën, më pas të shikon që këta njerëz pendohen, që këta njerëz kalojnë edhe ata vështirësi. Kur ha Biblën nuk shikon njerëz perfekt. Shikon njerëz me vështirësi, shikon njerëz me probleme, madje ndonjëherë me më shumë probleme se njerëzit normal. E vërtet. Dhe ti thua, si ka mundësi që pas gjithë këtyre shekujve, unë them po hap fjalën e Perëndisë dhe është shkruar nga një person kaq problematik. Dhe pastaj shikon veten dhe thua, me këtë person unë tani po e kuptoj, ose ky person më kupton mua, ose fjalët e këtij personi nuk janë larg realitetit tim, por flasin dhe për jetën time. Ne gjejmë veten mes vargjeve, mes fjalëve të tyre. Dhe nëse mund të lexoj dy vargje që në kohë vështirësie më kanë inkurajuar shumë, janë: Mëshirom o Perëndi, mëshirom, se te ti gjen stre shpirti im. Në hijen e krave të tu gjej stre, derisa të kaloj kërcënimi. Do t'i thras Perëndis të thej lartit, Perëndis që bën mirësi për mua. Prej qiellit do të dërgoj ndihmën e do të më shpëtoj, atë që më prendik do ta turproj. Dhe mendoj që nuk ka dhe aq rëndësi pjesa e fundit, atë që më prendik do e turproj, por më shumë ka rëndësi ajo pjesa që thotë është Perëndia që më mban në krahët e tij. Perëndia që më gjendet në çdo moment, Perëndia për të cilin kam nevojë. Dhe psalmet janë absolutisht shumë të bukura. Edhe njëherë po them atë pjesën që kudo të hapësh Biblën, do e gjesh diçka për jetën tënde, do e gjesh diçka që do të udhëzoj, që do të këshilloj, që do të thotë cili është vendimi i mirë. Është manuali më i mirë për jetën. Në këtë formë deri tani këtë formë kam arritur të krijoj unë, ose këtë mekanizëm kam arritur të krijoj për të marrë vendime, për të zgjidhur situata, për të përballuar probleme. Për gjatë rrugtimit ose me kalimin e kohës, ky mekanizëm do përmirësohet, do mësoj që ta dëgjoj zërin e Perëndisë në shumë mënyra dhe forma të tjera. Deri tani këtë mënyrë kam gjetur. Uroj që në të ardhmen të përmirësohet ose në të ardhmen të arrij të gjej gjëra të reja. Xhimi, për çfarë ndihesh më tepër mirënjohës sot që ne po flasim mbas gjithçkaje që ke kaluar deri më tani dhe cilat janë ëndrat apo edhe synimet që ke për të ardhmen? Mirënjohës ndihem absolutisht për familjen time. Mbi gjithçka, për familjen, për familjarët e mi, për shëndetin që kanë, që marrin frymë çdo ditë, që zgjohen çdo ditë. Nuk ka bekim më të madh se ky. Dhe nëse e falenderoj Perëndin për diçka në jetën time, është për familjen. Nuk ka asgjë mbi këtë, kështu që këtë përgjigje e kisha shumë të qartë. Familja është mbi gjithçka.
Dhe për sa i përket të ëndrave të mia, nuk është se i kam shumë të qarta, ose nuk është se i kam shumë të përcaktuar çfarë profesioni do bëj në të ardhmen, ose nuk e di 100% se si do duket vetja ime në 10 vite të ardhshme, po themi. Po nuk e bëj këtë pyetje, sepse nuk më pëlqen të them ku e shikon veten pas 10 Po, vitesh, po, por e gjithsesi kuptoj, ti po. ke një Aspirata ime është- një orientim, diçka që vërtet e ke për zemër, qoftë edhe duke lidhur me Po. atë që ke bërë gjatë këtyre viteve në radio, sepse ti që i vogël, ke qenë këtu, jo vetëm ke qenë i pranishëm në ambientet e radios, por ke punuar fort, duke u rritur gjithmonë edhe më tepër, duke mësuar më tepër, edhe me ndryshimet e teknologjisë, patjetër të rinjt janë kryesisht më të prirur kundrejt risive që vijnë nga teknologjia. Nuk dua të të orientojnë anë që do të thuash, por që aspirata kryesore është që të bëj familjen krenar. Domethënë kjo është gjëja kryesore, që ata kanë bërë kaq shumë për mua, njësoj siç çdo prind bën për fëmijën e vet, dhe familja bën për të rinjt e saj. Por ky është qëllimi kryesor, pastaj qëllimi tjetër është të bëj diçka që dua. Dhe mund të ketë shumë lidhje me atë që bëj momentalisht në radio. Siç e thash edhe më përpara, radio është jeta ime. Radio është identiteti im, më ka rritur, më ka formuar, më ka dhënë talente, më ka dhënë aftësi, më ka bërë të shikoj veten time ku jam mirë, ku jam keq. Më ka dhënë një lloj disipline për punën, më ka mësuar çfarë është që të punosh dhe më ka formuar jashtëzakonisht shumë. Kështu që çfarëdo që të bëj në të ardhmen do ketë një rënje dhe do ketë një lidhje direkte me atë që bëj momentalisht në radio. Por që qëllimi kryesor është që me atë që bën ti shërbesh Perëndis, të të kënaqësh familjen, edhe ti të kthesh mbrapsht. Mendoj që po vjen një periudhë ose po afrohet ajo koha që është momenti për të dhuruar, për të dhënë, momenti për të kthyer mbrapsht, sado pak, por që rëndësi ka dëshira për të kthyer, rëndësi ka. Përbëhet me dashuri të madhe, ajo është shumë e rëndësishme. Po. Dhe në të ardhmen time uroj që të plotësoj këto gjëra që sapo thash, nuk ka rëndësi shumë pozita apo titulli, rëndësi ka që ti diçka që unë e pëlqej, ku jam i aftë, padyshim. Një gjë që e bëj me dashuri për ditë dhe që ngrihem në mëngjes edhe nuk them bo një ditë tjetër pune, pavarësisht se ato momente do vinë patjetër, por që të minimizohen sa më shumë. Kjo është dëshira ime për të ardhmen time. Nuk po them një pozitë specifike, sepse nuk e di dhe nuk e kam të qartë në këtë moment dhe nuk do e kem të qartë dhe për vitet në vijim, mendoj. Këto janë gjëra që i sjell Perëndia dhe që ndonjëherë vijnë spontanisht. Por dua që çfarëdo pozita apo titulli që të marr të ngrihet mbi këto baza dhe mbi këto dëshira. Dëshira e të qenit i lumtur, dëshira e të paturit mundësinë për të kthyer mbrapsht tek familja dhe dëshira për të bërë krenare familjen. Jam e sigurt që me punën, këmbguljen, me dëshirën e mirë që ti ke për të realizuar shumë më tepër se sa këto që ti përmende. Do të shkëputemi shumë shkurtimisht Xhimi për të rikthyer vetëm pas pak në studio edhe për të ndarë edhe diçka të fundit për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por në këtë moment unë ju ftoj të ndiqni këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Lart për mi male dhe mi det, jet lumi yt blå dashuri, dhe zemrën time do t'i hap, të më çliroj shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duar tunë çdo ditë ngre, se unë për herë këndoj për dashurin që zbriti, I këndoj dashuri së tënde, I këndoj dashuri së tënde, I këndoj dashuri së tënde, I këndoj dashuri së tënde. Lart për mi male dhe mi det, rrjedh lumi yt blå dashuri, dhe zemrën time do t'i hap, të më çliroj shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duar tunë çdo ditë ngre, se
dashurin që zbriti. I këndoj dashuri së tënde. 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 Dua të hedh valle. Është marrëzi e di. Kur bota dritën të ketë parë, do të shkërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde. 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 I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen sërish në studion e programit Muzik Plus për të ndalur në këto momente së bashku me Xhimin tek diçka e fundit. Ne kemi pasur një bisedë të gjatë sot, Xhimi, edhe ndryshe nga ato bisedat që ne bëjmë me njëri tjetrin në përditshmëri, ku ke ndarë më tepër nga vetja, nga besimi, nga gjithçka që ndoshta ke kaluar deri në këtë fazë të jetës tënde dhe kanë qenë patjetër momente aq sa sfiduese, por mbi gjitha shumë të bukura dhe të veçanta, të cilat do të shoqërojnë edhe në të ardhmen. Prandaj në fund të kësaj bisede, çfarë do të doje që të mbetej në zemrën e çdo të riu që është duke na ndjekur momentalisht, çdo bashkëmoshatari tënd, çfarë do t'i thoje? Po këtu i flas specifikisht brezit tim. Pra gjeneratës Z. Më shumë se sa gjeneratave të mëparshme, pasi diçka që kam vënë re ose më ka bërë përshtypje është që në këtë periudhë ose në botën ku jetojmë gjithçka po komercializohet. Dhe jo vetëm bota përreth, por edhe njerëzit po komercializohen. Gjithçka po bëhet kaq e shpejt, po bëhet kaq sipërfaqësore dhe si njerëz po humbasim thellësinë tonë dhe marrëdhëniet tona po kthej në marrëdhënie shumë sipërfaqësore, në marrëdhënie pa sinqeritet, në marrëdhënie pa ndjenjë, në marrëdhënie pa thelb. Dhe ajo që do thoja unë është që kur ne mblidhemi dhe ulemi në një tavolinë, mbaj telefonin në xhep. Kupton? Kusht kë? Kusht. Edhe në shoqërinë time deri tani jemi munduar që ta zbatojmë këtë gjë. Kur ti ke përballë një person, vlerësoj më shumë se sa telefonin që ke në xhep. Vlerësoj më shumë se sa atë ekranin që ke, që nuk ka ndjenja, që nuk ka emocione, që nuk të kupton, nuk të dëgjon, që nuk është njeri në fund të ditës. Pra, mesazhi im dhe kjo është një gjë që dhe unë kam problem, patjetër se edhe jam e sigurt që secili prej nesh e gjen veten tek. Mendoj që nuk dikush më shumë apo dikush më pak. S'është vetëm e Mund të brezin jetë një sfidë me. por është një sfidë globale. Po. Pra që vërtet është. po e përjetojmë në kohët në të cilat jetojmë dhe është kjo gjëja që le të prioritizojmë marrëdhëniet njerëzore, le të prioritizojmë miqësitë, le të prioritizojmë kohët e bukura me njerëzit të cilët duam, me njerëzit. Kjo është, të vlerësoj njerëzit, vlerësoj humanët, vlerësoj atë që ka shpirt, vlerësoj atë që ka ndjenja, më shumë se sa atë që është programuar, apo atë që të bën punën por që nuk ka ndjenja, apo me atë me të cilin nuk mund të flasësh dhe të ndash nga vetja jote dhe te që është barën. Prandaj ky është mesazhi im. Nëse vazhdojmë të ecim në këtë rrugën ku po harrojmë të vlerësojmë njerëzit, atëherë humbasim gjithçka. Humbasim gjithçka. Kjo është jam më e vlerë, njerëzit e tjerë. Humbasim edhe veten tonë. Prandaj unë këtë do promovoja dhe këtë do mundohesha që të tregoja ose të thoja tek brezi im apo tek të gjithë, sepse
Është unë e një shikoj këtë sfidë fenomen që po ndodh nga- kudo. Kudo, vërtet, në familje, në shoqëri, në shkollë, në çdo festë të bukur, në çdo gëzim që ndoshta ne jemi pjesë fizikisht, Unë por shikoj- ndonjëherë jo emocionalisht dhe Shikoj njerëzit që shkojnë në për koncerte apo shkojnë në një vend shumë të bukur dhe nxjerrin telefonin përpara. Me thënë ti lër pak kohë që ta shijosh vetë atë gjë me sytë e tu, jo me sytë e një ekrani. Do me thënë kjo është e gjitha, sa më shumë ta mbash telefonin në xhep, kam kuptuar unë, aq më i lumtur do jesh. Aq më i lumtur do jesh në një tavolinë, kur ke dalë me miqt, kur je në familjen tënde, bëj një bisedë normale me familjen ose kalo pak kohë me familjen, thuaj diçka nga vetja jote, mundohu që të lidhesh me njerëzit që ke përreth. Më shumë se sa të lidhesh me tastierën apo të shkruash nga WhatsAppi apo nga Instagrami apo ku di unë çfarë përdor. Kështu që mbi të gjitha ky është mesazhi që kam për të rinjt, tek të cilët e shikojmë më shumë këtë fenomen, por kjo është për të gjitha brezat, sepse telefoni dhe teknologjia, rrjetet sociale, të cilat nuk I shikoj shumë rrjete sociale, janë thjesht rrjete, nuk janë sociale. Sociale vetëm kur je me njerëzit fizikisht, kur del, kur zgjedh të dalësh me një person dhe të jesh në praninë fizike të njerëzve të tjerë. Prandaj unë nuk dua që ta përsëris më, sepse është një gjë që e ndjej vërtet shumë në zemrën time dhe kam kuptuar që është një problem shumë I madh dhe po ndikon mënyrën se si ne sillemi me njëri tjetrin, mënyrën se si ne trajtojmë njerëzit e tjerë dhe mënyrën se si ne I vlerësojmë njerëzit. Kjo teknologjia, ky rrjeti social, këto fenomene që po ndodhin tani kanë shkaktuar që njerëzit të humbasin vlerën e tyre dhe të mos kuptojnë vlerën që kanë. Dhe unë këtë do thoja në fund, nëse do kishte një fjali me të cilën do e mbylla është kjo. Kupto vlerën e njeriu që ke përballë dhe kupto vlerën tënde. Në qoftë se jepemi vetëm pas një ekrani, nëse jepemi vetëm pas një cope metali, siç është kjo, atëherë humbasim vlerën tonë që qëndron në shpirtin tonë, në mendjen tonë, në idetë tona, në bisedat, në gjërat që shprehim, në gjërat që themi, në aftësinë tonë njerëzore për të kuptuar tjetrin, për të qenë pranë një personi dhe për të patur pranë të tjerët. Në nevoja jonë për të qenë me njerëz, do një thjesht ke nevojë që të dalësh, ke nevojë që të flasësh me një person, ke nevojë të shprehesh. Nuk ta plotson asgjë tjetër këtë gjë. ose dhe të kuptoj pa u shprehur, sepse format e komunikimit. Me miq më të mirë ndodh kjo gjë. Ndodh madje që kur të shikojnë dhe e kuptojnë që diçka nuk po shkon mirë ose diçka po shkon shumë mirë ose ky person ka diçka për të më thënë. Prandaj siç janë lidhjet njerëzore dhe siç është lidhja jote me Perëndin, nuk është asnjë lidhje tjetër me asnjë gjë tjetër. Me asnjë gjë tjetër absolutisht. Nëse ka shpirt, investon në atë gjë. Nëse nuk ka, vre në plan të dytë. Gjemi, unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte një kënaqësi e madhe që Kënaqësia ishte imja. të zhvillonim këtë bisedë dhe të ishim në këtë puntat fundit programit Muzik Plus së bashku. E vlerësoj vërtet shumë dhe jam shumë e lumtur që ti je ke qenë dhe je do të vazhdosh të jesh pjesë e jetës sime, qoftë përmes punës, përmes gjithçka që kemi realizuar deri më tani dhe të uroj vërtet shumë bekime. Perëndia të ka bekuar me talent, me dhëmti të ndryshme dhe jam e sigurt që ai do t'i përdor në formën më të mirë të mundshme në jetën tënde, në atë që ti do të bësh në të ardhmen. Kela edhe unë jo për të kthyer qokën, se the fjalë të mira tani, por e kam shprehur dhe më përpara. Ishin fjalë që unë vërtet i ndjej. I ndjen vërtet. Por edhe unë nuk I njeva kur thash që për mua je familje. Kemi sa vite tani? 14 vite sa? 13 vite. 13 vite. Mbaj mend kohën ku unë nuk arrija dot tavolinën dhe idhulli im ishin persona që punonin me këto kompjuterat dhe flisnin në mikrofon dhe dinin të përdorin këtë teknologjinë që për mua ishte, ku di unë, gjëja më e bukur në botë. Sikur se mund të jetë për një fëmijë patjetër. Dhe jam rritur në këtë ambient, jam rritur në këtë radio me njerëzit që ka mbajtur kjo radio dhe jam shumë I lumtur për këtë bekim që më ka dhënë Perëndia për të njohur njerëz si ty, për të patur pranë njerëz në çdo moment dhe për të pasur një bekim kaq të madh siç ka qenë radioja, qoftë në jetën time, por besoj edhe në jetën tënde. Është vërtet, është vërtet. Kështu që edhe unë jam shumë falënderues që ti ke qenë dhe do jesh pjesë e jetës time. Tani të shikojmë programet e radhës. Jo, nuk është për të kthyer qokën, jo. Tani do shikojmë programet e radhës kur unë të jem kthyer
edhe do shikojmë çfarë do themi atëherë, çfarë do flasim, çfarë do kemë ndryshuar, t'ja lëm kohës. çfarë do kemi zbuluar, do t'ja lëm kohës të gjëra. Por një gjë është e sigurt që do jemi këtu bashkë duke folur. Shumë e bukur, vërtet shumë e bukur ta mendosh edhe të imagjinosh që koha kalon shumë shpejt, ndonjëherë ne na duken vite thjesht i themi me numra, po kanë kaluar kaq shpejt sa realisht. Edhe un jam rritur, kam mësuar shumë nga kjo punë dhe nuk e quaj vetëm punë sepse mendoj që është një shërbes shumë e rëndësishme në jetën e secilit prej nesh, me ato sfidat, vështirësitë, ndoshta momente jo aq të mira ndonjëherë, për arsye nga më të ndryshmet, sepse jeta e secilit prej nesh na sjell sfida dhe vështirësi, por shumë e rëndësishme të qëndruarit në besim edhe se si Perëndia na ka bekuar dhe na ka inkurajuar, dhe unë vërtet të gjithë këtë kam dashur gjithmonë edhe do të vazhdoj ta me zemër ta përcjell përmes këtij mikrofoni, përmes valve të radios, tek gjithë ata persona që na ndjekin, sadopak të inkurajojmë secilin prej tyre dhe t'japim fjalën e Perëndisë, ndaj mungjillim ajo që është edhe misioni dhe vizioni i radios. Dhe një gjë që nuk na ka munguar asnjëherë, dhe këtu bjem dakord që të dy, një gjë që nuk na ka munguar asnjëherë në këtë punë është qëllimi. Sepse ndonjëherë mendon pse po e bëj këtë punë? Pra çfarë qëllimi ka? Çfarë arsye nuk gjej një qëllim për këtë gjë? Unë për vete nuk e kam menduar asnjëherë ku është qëllimi i kësaj gjëje. Për herë kam kuptuar qëllimin. Dhe kjo është një gjë e bukur kur ti bën një punë që përtej teknikaliteteve, përtej çdo gjëje, ka një mision, ka një qëllim, ka një gjë të mirë, ka një shërbes që fshihet mbrapa. Kështu që mendoj kjo është gjëja që na ka frymëzuar për herë, dhe kjo është gjëja që na ka shtyrë për të punuar, për të sjellë gjëra të reja, për të qenë për herë aktive dhe energjik pavarësisht sfidave dhe vështirësive. Por e rëndësishme është që në fund të ditës kemi një qëllim, siç edhe ti, të shpërndajmë lajmin e mirë, të shpërndajmë fjalën e Perëndisë, të japim dhe të mbjellim një farë të mirë në zemrën e njerëzve. Dhe nëse kjo radio nuk ka bërë asgjë, të paktën nëse një person e ka hapur, ka ndier diçka të mirë. Në çdo moment këtë jemi përpjekur të bëjmë, të japim një fjalë të mirë, një gjë që mund ta bëj të ndihet mirë, të marrë një ndryshim në jetën e vet. Dhe ky ka qenë misioni jon. Nëse ecën me qëllim, mendoj unë, çdo ditë në punën tënde nuk mërzitesh asnjëherë, të jep motiv për të jetuar. Dhe mua personalisht radioja më ka dhënë motiv për të jetuar, më ka dhënë një sens dobishmërie dhe e kam kuptuar që unë po jetoj, po marr frym, po gjithashtu po bëj një gjë të mirë dhe për dikë tjetër. Po bëj diçka që realisht ka një efekt dhe ka një impakt në jetën e dikujt, qoftë edhe në jetën time. Kështu që është një privilegj që do ta quaj unë, edhe vërtet ne jemi të bekuar që kemi pasur dhe kemi mundësinë për të ndarë përmes valve të radios kudo ku dëgjuesit tanë na ndjekin. Ne do të mbyllim bisedën tonë në studio. Në fakt, unë kam ende minutazh të mbetur të puntatës së ditës së sotme në programin Muzik Plus, sepse kam ato gjërat që unë vërtet i kam për zemër dhe dëshirë për t'i ndarë me dëgjuesit në këtë puntat fundit të këtij sezoni. Unë falenderoj vërtet shumë Xhimi. Kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme dhe një shumë bekime dhe suksese në gjithçka që ti do të realizosh në të ardhmen. Uroj që Perëndia të përdor me gjitha dhuntit edhe talentet që ai vetë ka pajisur. Shumë faleminderit Kela, dhe për mua është kënaqësi për herë të flasim bashk dhe të kemi një platformë për të ndarë idetë e mia dhe fjalët e mia të shumta. Uroj që të kemi përcjell diçka dhe të kemi thënë diçka me vlerë dhe do shihemi edhe më vonë, kjo është e garantuar. Patjetër. Ne do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Unë dorëzohem, kënduar nga Gloria Nure, rikthehemi së bashku miq vetëm pas pak.